Belinda Balluku është një nga emrat më të komentuar në jetën politike, por edhe më gjerë. Belinda ka bërë diferencën nga çdo socialist tjetër, dhe kjo për faktin që vetë kryeministri Rama nuk u kursye personalisht për të marrë përsipër mbrojtjen e saj, edhe nëse ky veprim i kushtoi shumë në arenën ndërkombëtare. Tashmë Belinda nuk ka më të drejtë firme, nuk është më ministre, por deputete e veshur me imunitet. Balluku ka themele të forta dhe mbështetje të fuqishme, dhe kjo jo rastësisht. Në korridoret e politikës diskutohet se ajo ka lidhje me një nga të fortët e Tiranës të viteve 2000, i cili pas problemeve me drejtësinë është larguar për në Amerikë. Belinda nuk ka planuar asnjëherë të flasë për jetën e saj private, por mësohet se me të fortin e Tiranës të viteve 2000, ajo ka një lidhje disa vjeçare dhe shpesh takimet çifti i bën në Paris ose Rom, shumë larg syve kurështar. Partneri i Belinda Ballukut ka lidhje të forta me politikën në Shqipëri, ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ai ka një biznes të fuqishëm në fushën e ndërtimit. Ndërkohë, në media u diskutua se pasuria e Belindës është prallore, pasi ajo zotëron 300 vila që i ka vënë në emrin e njerëzve të saj më të besueshëm. Por ku jeton sot Belinda Balluku? Aktualisht, ajo banon në një apartament jo shumë të madh në hyrje të liçenit të Tiranës. Teksa SPAK po heton me themel deputete socialiste, ajo ka zgjedhur të bëjë një jetë modeste, duke jetuar në një lagje normale të Tiranës, larg lluksit dhe shkëlqimit.